Dhe pastaj nuk ka as edhe një publik themun më të dashur, më entuziast se sa publiku i Tiranës kur vjen fjala për këngën e vet popullore. Do ta shikosh publikun ti ditën e koncertit, se unë e kam me prova që ata pa hyrë janë të ngarkuar me energji, që kur hyn atje sa din ç'a i pret, dhe entuziazmi domethënë ato ta kthejnë sallën kështu në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë. Kush nuk e dëshiron këtë, çdo njeri, çdo producent i cili vendoset në shfaqje të tillë. Përfshihen, domethënë spektatorët përfshihen që të bën kënga vet, të bën atmosfera vet, ajo logjika, dinamika e gjithë koncertit që unë pak a shumë sa kam parë, domethënë, është ndërtuar bukur dhe njerëzit kanë nevojë për këto lloj formatesh, për këto lloj koncertesh. Megjithatë, Irma nuk lëpas asnjë trev tjetër të Shqipërisë, në kuptimin që të gjitha këngët popullore të këtyre trevave ke arritur t'i këndosh shumë mirë dhe me sukses, megjithëse ne fillimisht të njohim si këngëtare të muzikës lehtë, ti sapo ma zbulove një surprizë që unë nuk e dija, që karrierën tënde, punën tënde e pas ke nisur tek ansambli. Po, këtu e kam nisur. Është kjo shtëpia jote? Shtëpia ime, unë kam punuar 3 vjet këtu, derisa u shkëputa, kalova në estradën e Tiranës, tu kam qenë koriste në korë dhe mendoja që kisha aftësi për më tutje për të kënduar si soliste. Pavarësisht një lloj paragjykimi që ka pasur estrada, domethënë sepse ka qenë skenë humorit dhe jo e këngës, estrada më vonë u bë një show ku këngëtarët shumë në zë atëherë u mblodhën të gjithë dhe bënin atë shfaqjen e estradës që mori famë dhe e kam lënë ansamblin për këtë arsye. Kështu që nuk është se kam ndruar punë, në të njëjtin vend kam qenë, domethënë dy hapa më tutje. Po, emrat domethënë jo, po ky institucion më i lartë, artisti këndon gjithandej njësoj. Këndon në gala njësoj, këndon në rrugë njësoj, qoftë është artist, këndon në skenë njësoj, këndon këtu njësoj, edhe në estradë njësoj. Mos harrojmë që edhe estrada kishte një numër shumë të lartë premierash edhe koncertesh në muaj që zhvillonte. Ishte gjëja më e mirë. Ti të këndosh për natë, lubrifikosh fytin, domethënë të mbash fytin në formë, se dhe kjo është një tjetër gjë. Domethënë është gjë e mirë. Ti fiton eksperiencën, po kontakti me publikun, po e dalja në skenë ka vetëm të mira. Çdo profesion është mirë të mbahet në formë, të mbahet në punë, si makina që kur s'punon me zindizet, e kupton, kështu është edhe fyti. Kisha përshtypjen e gabuar që nëse një këngëtar do të lodhej shumë duke kënduar ditë për ditë për kundra, do ta dëmtonte zë. Po jo, Misuela, po të këndosh, domethënë, po të këndosh s'ka me kujdes, kur këndon do këndosh. Po këndon me gjithë shpirt? Po, Misuela, kam një fat që e them gjithmonë faleminderit Zotit. Domethënë, një shtrija vokale më ndihmon të teknikisht, të mos në momente kur e shoh që jam e lodhur, mund të jem e lodhur, qëllon, këndoj më me kujdes, do më të përdor ato oktava, ato që janë këngëtar më kuptojnë çfarë më duket thënë. Domethënë, këndoj me kujdes, falsetin, zërin e impostuar, domethënë